Detajet e reja janë zbardhur nga vrasja e ndodhur të martën pasdite në qytetin e Beratit, ku 42 vjeçari Keli Hoxha humbi jetën pas një konflikti të qastit me Kristo Memën, i njohur edhe si Konstantin Hoxha, 63 vjeç. Sipas të dhënave të para nga hetimet, sherri fatal ka nisur pas një fjalie të thjeshtë lidhej me kalin e autorit. Sipas burimeve zyrtare nga policia e Beratit, Mema shprehur se gjithçka nisi kur pa Hoxhën duke prekur kalin e tij. Ai kishte thënë mos e prek kalin se është i acaruar sot, por kjo ka shkaktuar një debat mes të dyve. Në dëshminë dhënë në polici, 63 vjeçari ka pretenduar se viktima e ka ofenduar dhe e ka shar nga familja, çka e ka bërë të reagojë me gjaknxehtësi. Autori ka rrëfyer se në ato moment ka nxjerrë një thik të cilën e mban të fshehur në samarin e kalit dhe ka goditur Hoxhën disa herë. Pas ngjarjes ai është larguar nga vendi i krimit, lidhur kalin në kasolle, ka marrë disa ushqime dhe është fshehur në një nga shpellat e kalasë së Beratit me qëllim të i shpëtojë ndjekjes së policisë. Nga ana tjetër, familjarët e viktimës kanë dhënë një version tjetër të ngjarjes. Ata kanë deklaruar se konflikti nisi vetëm pse Keli Hoxha preku kalin me dorë pas një ofendim apo fjalë fyese. Sipas tyre, Mema e qelloi papritur me thik menjëherë pasi i kishte bërë mos e prek kalin, ndërsa viktima i ishte përgjigjur me qetësi, s'ka asgjë të keqe. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 15:30 të pasdites së të martës në lagjen Kala të Beratit. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të banorëve dhe transportimit të menjëhershëm në Spitalin Rajonal të Beratit, 42 vjeçari Keli Hoxha, me origjinë nga Tropoja dhe banues në Tiranë, nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra. Pas disa orësh kërkime, policia arriti të lokalizojë dhe arrestoi autorin në shpellën e Memecit, pranë kishës së Shën Mëhillit, ku ai ishte fshehur. Hetimet zbuluan gjithashtu se Kristo Mema ishte një mendje të kaluar kriminale. Në vitin 93, ai kishte kryer një tjetër vrasje në Berat, por kishte arritur të shpëtojë drejtësisë, duke u larguar në Greqi për më shumë se 25 vjet. Gjatë qëndrimit atij, ai kishte ndryshuar edhe emrin, ndërsa ngjarja e dikurshme ishte parashkruar, duke bërë që ai të mos vuante asnjë ditë burg. Policia e Beratit dhe prokuroria po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e krimit dhe për të vërtetuar versionin e palëve në konflikt.